Në sheshin e qytetarëve përpara Bashkisë së Lushnjës, nën kujdesin e veçantë të deputetes së Lushnjës Kiduina Zaka dhe me përkushtimin e zyrës arsimore së bashku me drejtuesen Arta Dhamo, u organizua panairi Lushnja Art Fest. Aktiviteti solli punime artistike, zeje artizanale dhe produkte tradicionale, duke e kthyer qytetin në një hapësirë plot ngjyra, kulturë dhe frymëzim. Në këtë panair morën pjesë 7 shkolla të Bashkisë së Lushnjës me aktivitete për çdo moshë. Atmosfera festive u pasqyrua nga tingujt e këngës dhe vallet popullore muzikare, ndërsa punimet dhe krijimet e nxënësve pasqyronin motivet dhe talentin e çdo shkolle pjesëmarrëse. Qytetarë të shumtë vizituan stendat, duke vlerësuar punën e duarve të vogla që trashëgojnë dhe mbajnë gjallë artin dhe zejet tradicionale shqiptare. Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe deputetja e Lushnjës, njëkohësisht një nga promotorët kryesore të panairit, Kiduina Zaka, e cila u shpreh: "Krijo me duar, jeto me zemër." Ky panair solli jo vetëm ekspozim të talenteve të reja, por dhe një mesazh të fortë për ruajtjen dhe promovimin e traditave artistike dhe kulturore në brezat e ardhshëm. Lushnja sot ishte në fest. Ne bëm një panair në qendër të qytetit me shkollat që implementojnë projektin Art dhe Zeje, që në fakt është nga Ministria e Arsimit. Unë jam shumë e lumtur që djemtë dhe vajzat e Lushnjës vazhdojnë të ruajnë traditën e punës së dorës, e arteve, të zejeve, traditë të cilën ne kemi mbartur ndër vite, dhe qëllimi jonë është që këtë ta vazhdojmë dhe ta përçojmë edhe në brezat e të ardhmes. Siç e patë, e gjithë pjesëmarrja ishte shumë e madhe dhe kjo tregon që interesi i të rinjve është i rritur për të marrë pjesë në aktivitete të tilla, kështu që le të bëjmë gjithë më të mirën për ta përçuar këtë trashëgimi dhe këtë traditë edhe për shumë vite të tjera me radhë. Pjesë e panairit nuk ishin vetëm shkollat, por kishim edhe të ftuar të zonave përreth që merren me përçimin e traditës, siç ishin zonjat nga Hyzgjoka që bëjnë pjesën e punës së dorës, një zonjë nga njësia e Krutjes që bën punime artizanale të qyrinjve me forma të ndryshme, kështu që shumë larmishmëri kishte ky panair sot dhe besoj që të tjerë do vazhdojmë të organizojmë edhe në vijim. Shumë faleminderit. Më pas fjalën përshëndetse e mbajti drejtoresha e zyrës arsimore Lushnjë Arta Dhamo, e cila falenderoi shkollat dhe nxënësit pjesëmarrës për kreativitetin dhe angazhimin e tyre. Ajo theksoi se art dhe zeje është një nisëm kombëtare që synon zhvillimin e krijimtarisë tek nxënësit dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore përmes panaireve promovuese. Ky aktivitet vjen në kuadër të projektit Art dhe Zeje, i cila është një nismë e Ministrisë së Arsimit. Ne si Zyrë Vendore Arsimore kemi 7 shkolla pjesë të këtij projekti, nga të cilat 3 kanë disa vite që e implementojnë, 4 të tjerat janë bashkuar nismës së Ministrisë së Arsimit së fundmi. Klubet e projektit janë të ndërtuara mbi bazën e aftësive dhe qëndrimeve që nxënësit kanë pasur. Në këtë panair u ekspozuan punimet më të mira që nxënësit kanë realizuar në klubet e tyre. Gjej rastin të falenderoj të gjithë nxënësit, mësuesit dhe drejtuesit e institucioneve për punën dhe për pushtimin. Kam një mesazh sensibilizues të inkurajojnë talente dhe iniciativa të tilla i bëjnë shumë mirë procesit e edukimit në institucionet tona.